je në hapa shumë të suksesshëm edhe të baletit edhe të pianos, po edhe të këngës. Me balet edhe me piano, me sa e di, ke marrë pjesë edhe në shumë evenimente, në gara të ndryshme. Po, me balet kam marrë pjesë të shfaqja Arthysi, që është në Bajt tash, që janë zgjedhë disa fëmijë të veçuar me audicion. Unë kam qenë shumë mirënjohëse që jam përzgjedhë me qenë në atë shfaqje aq të bukur, sepse ka qenë Arthysi i parë që ne kemi bërë, sepse në pushtete të ndryshme është bërë Arthysi, po vetëm në Kosovë ende jo. Kam marrë pjesë 2 herë, dhe kam qenë me trupin e baletit Kosovës dhe kam qenë shumë përtej e gëzuar dhe e lumtur që më është dhënë mundësia që t'jem pjesë e asoj shfaqjeje. Me kër, shkoj edhe në kër dhe kam shku edhe te Erikona Hysaj, te Kurjo Karina. Unë atje kam pas shumë koncerte të ndryshme, si për shembull te Carmina Burana, po ashtu edhe te koncerte tjetër që e mban Rom Lahaj, edhe shumë koncerte të ndryshme që kemi pritur ambasada të ndryshme, dhe që kemi kënduar këngë jo vetëm në gjuhën shqipe, po edhe këngë shumë më të rënda që unë kam qenë ende edhe më e vogël. Por prap ja ke dalë. Po, ja ke dalë.